Përparim Avdili ka hapur mbrëm fushatën e tij për kryebashkiak të Zyriut, zgjedhja e të cilit mbahet më 8 mars 2026, siç kemi shkruar edhe më parë. Avdili është nominuar nga partia e tij FDP, Partia Liberale, për postin e të parit të qytetit më të madh të Zvicrës, ku ai është kryetar partie dhe asamblist në parlamentin e qytetit. Në paketë me kandidimin për kryebashkiak shkon edhe ai për ekzekutivin e qytetit, i cili përbohet nga disa parti që marrin pjesë në tyre të pushtetit në varësi të votave. Aktualisht FDP-ja ka 2 anëtarë në qeverinë e qytetit të Zyriut, me që njëri prej tyre, Filippo Lautenger, do të pensionohet. Kjo parti duhet të luftojë për mbrojtjen e vendit që Leboshku i fundit në qeveri, dhe kjo detyrë është besuar pikërisht përparim Avdilit, një politikan temperament konsekuent në prirjet e tij liberale dhe me prani të madhe në mediat zvicerane. Shkurt, tani varet nga ai të sigurojë që FDP-ja të mos humbas vendin e saj të dytë në ekzekutivin e Zyriut. Për këtë arsye, gara zgjedhore që udhëheq përparimi pritet të jetë me intensitet të lartë dhe me ngarkesë emocionale. Në këtë frymë ka qenë edhe hapja e fushatës zgjedhore mbrëm në Zyri, në një ambient të këndshëm në një lokal me renome në Zyri, klub maskot, me një publik të zgjedhur dhe me një politikan elokuent si përparim Avdili. Gara e filluar premton sukses për kandidatin. Mbrëmjen e ka drejtuar moderatorja e njohur nga Zyriu, Serap Yavuz, ndërsa kandidatin e kanë prezantuar Sonja Rof Frenkel, antare e Këshillit Kantonal të Kantonit të Zyriut, dhe Karin Weiermann nga Partia e Qendrës DiEMite, kandidat për ekzekutivin e Zyriut. Pas kësaj, skena i ka atakuar plotësisht përparim Avdilit, i cili me mjeshtërinë dhe karizmin që disponon e ka zotruar ata në mënyrën më të mirë. Ai ka nisur prezantimin e tij duke vendosur theksin në prejardhjen e tij si fëmijë emigrantësh shqiptar në Zyri, një pozitë kjo sigurisht jo shumë favorizuese për karrierën e tij. Ai ka falendëruar prindërit që ishin të pranishëm në South për mbështetjen e tyre në çdo hap të jetës, por nuk ka lënë pa theksuar se ata, ashtu sikurse edhe i gjithë brezi i tyre, nuk i preferonin që si person me prejardhje të huaj të binin në sy. Pikërisht në këtë pikë, Avdili mendon se duhet ndryshuar mendësia, kjo për faktin se ai e konsideron veten qytetar të Zyriut dhe të Zvicrës me të drejta dhe detyrimet të barabarta me të gjithë të tjerët. Me vullnetin dhe fuqinë e motivimin që e karakterizon brezin e dytë, ai ka arritur të kalojë disa barriera të kandidatit serioz për të marrë në dorë qeverisjen e qytetit më të madh të Zvicrës, Zyriut. Avdili më tej është përqendruar në tema tipike zgjedhore për qytetin e Zyriut, duke goditur ato që ai ka quajtur dështimet e qeverisë së qytetit të mbizotruar nga e kuqja dhe e gjelbërta. Këtu hyjnë edhe manipulime me banesat në çmimet e papërballueshme që sipas tij u janë ndarë stafit administrativ ose personave a familjarëve me gjendje të mirë financiare. Ai ka pleduar për shmangjen e burokracisë në proceset administrative që dëmton këtë sektor dhe për shpërndarje më të drejtë të banesave të subvencionuara nga shteti. Ai ka ironizuar edhe me kundërshtarin e tij nga PSD, Rafael Guelta, duke thënë se kryebashkiaku i ardhshëm nuk do duhet që patjetër të ketë emrin Guelta, një batutë kjo që duke i shkruar edhe në ekranin e madh mbi podium. Me këtë dhe aludimet të tjera, Avdili ka sinjalizuar se është koha për ndryshim në Zyri, ndryshim që do të pasqyronte edhe gjendjen reale në popullatën e qytetit. Aty pra, ku është edhe mbiemrat si Avdili e të tjerë kanë të drejtë të plot qytetarie, sikur ata Guelta e tjerë. Mbrëmja ka vazhduar me një aperitiv të pasur nga kuzhina shqiptare me performancën e bendit Dom Sweden.